minash-shaytanir rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil khalqil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhalla xhelaluh. Atë falenderojmë, prej tij fale, udhëzime kërkojmë, salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani i cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, fillimisht falenderojmë Zotin e Madh xhalla xhelalu për çdo begati dhe çdo mirësi që na e ka dhënë. E mirësia më e madhe është mirësia e imanit dhe islamit. Falenderojmë Zotin e Madh te bareke ve teala për këto begati të panumërta e në veçanti për Ramazanin që na mundsoi të arrijmë e që gradualisht edhe po e përcjellim. E lutim Zotin e Madh që Allahu t'i ban qabul kontributet tona. Njashtu falenderojmë edhe hoxhën e nderuar, khatibin e kësaj xhamie, edhe këshillin bashkarisht që kanë bërë ftesën që ti ndajmë disa minuta të përbashkëta për shfletuar nga libri i Allahut, nga suneti Muhamedit alayhi salatu wassalam, që të rrisim udhëzimin ton. Të nderuar xhamatli, jemi në fund. E arabët thonë se gara edhe mejdani në fund e jep maksimumin. Kur i kanë kalërue dhe kur i kanë fut në gara, kuajt në të kaluarën, i kanë trajtue edhe i kanë skalit edhe i kanë stërvit në mënyrë që kuajt kur të garojnë, ku e ka sikletin më të madh, ato në dakikat e funit. Edhe sot kur bojnë gara, kur o sikleti më i madh, kur të afrohen te caki, aty është edhe sikleti më i madh. Për këtë arsye të nderuar xhamali, nuk duhet tash me na ra vullneti, nuk duhet me na ra motivi, duhet ende me vazhdu me disiplinë, ende duhet me vazhdu me vepra të mira, nëse ende s'ka përfunduar, ende jemi në garë, ende gara vazhdon, deri në momentin që nuk bëhet bajram, gara vazhdon, vazhdojnë me lutje, sejdë, rukuja, Kur'an, lexime, vepra të mira, vazhdojna. Për këtë arsye të nderuar xhamali, ne ende jemi në mejdan. Dhe asnjëri për neve nuk e din se ajo është bë kabull, ajo është pranuar vepra e mirë, ajo është pranuar xhërimi e kështu me radhë. Të nderuar xhamali, pjesën e Ramazanit shumë e kemi kaluar. E ne gjithmonë duhet të ndalemi me agjërimin hakikat, jo me agjërimin juridik. Çka është agjërimi juridik të nderuar xhamali? Si fir iftar. Sa nuk pi, edhe nuk bën marrëdhënie intime. Këto janë agjërimet juridike. Ama agjërimi hakikat është diçka tjetër. Allahu e ka bë obligim agjërimin për të realizuar disa qëllime, për të realizuar disa objektiva, disa urtësi deri tek neve. Cilat janë ato të nderuar xhamali, do t'i shohim disa prej tyre. Agjërimi Ramazani ka objektiva. Prej tyre më shumë të cilat ndryshimi i njerit. Allahu nuk do të ashtu çështje. Këta duhet me fut me ngulit cili për neve në zemrën e vet. Allahu nuk do të ashtu çështje. Allahu nuk e do statusin tan mëkatar. Allahu nuk do statusin tan dembel në adhurime. Allahu nuk e do statusin tan kur ty nuk i takat me bë adhurime. Allahu do më ndryshue. Andaj Allahu e ka bë obligim agjërimin 30 ditë në muaj raf. Për çfarë? Li tukmilu al-idda, që vazhdimisht të agjëroni derisa ta plotësoni numrin. E ky numër çfarë qëllimi ka? A ka mundësi Allah i pineve me lip, veç mos rrini, veç mos hani bukë dhe mos pini ujë kot e kot? Jo. Cili është qëllimi të nderuar xhamali? Gjithmonë besimtari duhet me e xhurmua qëllimin. Lipe, pse Zoti më tha mos ha bukë? Pse Zoti më tha mua mos pi ujë? Pse Allah i më ndaloi mua halalin? 13 saat, 14 saat, sa është? Xhurmoje, pse? Çka dashti Zoti pi mua? Ai do i ka pi mua diçka më ndryshu. Agjërimi, edhe para agjërimit, a ka dallim? Ka dallim. Ke hangër tash nuk ha, në Ramazan nuk ha. E çka po do ndryshim? E çka ndryshimin të nderuar xhamali? Duhet me vate vetja në mënyrë të organizuar, në mënyrë me orar. Shumë prej neve musliman thonë, inshallah kam ndryshuar, shumë kam çef më ndryshuar, ka e mira. Ama plan a kije? A di kam janis më ndryshuar? Na shumë prej neve, na ketë kena çef me i pas shumë prej seneve, po plan nuk kije. Cili prej neve nuk ka merak me i pas kreta të mira të kësaj bote? Ama nuk i kena krejt, sepse ti nuk je biznesmen i madh, nuk je tregtar i lartë. Për këtë arsye të nderuar xhamali, pika e parë që Allahu sinon prej neve me ndruhe. E ku me ndruhet të ndëruar xhamali? Çka me ndruhet? Çka duhet unë me ndryshue si musliman? Ti si musliman, çka duhet me ndryshue? Muslimania, çka duhet me ndryshue? Ndryshimet janë të shumta të ndëruar xhamali. Mirë po, besimtari duhet me ndryshu shtyllat.
E cilat janë shtillat Allahu në ka kallëzuar Kur'an? Walitukmilu al-idda walitukabbiru Allah ala ma hadakum. Që ta madhnoni Allahun për udhëzimin tuaj. Të nderuar xhamatli, nëse në Ramazan e arrin që ta ndryshosh trajtimin e Zotit tan në zemrën tënde, ti ke arrit boll. Ti ke arrit boll. Pulla e cila ti ndron këtë gjëra tjera, cila të ndëruar xhamatli, madhnimi i Allahut. Madhnimi i Allahut ka shtimin i Nuh. Madhnimi i Allahut ka prun xhami. Madhnimi i Allahut s'le me bë haramin. Madhnimi i Allahut s'le me fal namaz. Kur ti e nal në sifir hajën, që kjo çish quhet me vetë kush pse e bane? Me madhnimin e Allahut. I tutesh edhe një pikë ujë. Kur ti merr abdes gjatë ditës kur je agjërushëm, edhe ki frikë mos me ti asnjë pikë ujin në fyt. Kjo kush e bën këta? Madhnimi i Zotit. Madhnimi i Allahu subhanahu wa taala. Pra, ne me madhnimin e Allahut e agjërojmë Ramazanin, me madhnim të Allahut falim namaz. Pra, ta rrisim madhnimin e Allahut në zemrat tona, pastaj ti bën të tjerat lehtë. Kur njeri për shembull e madhon Allahun xhelel xhelalu, kur ti për shembull e di se në shtëpi kametar në njëri autoritet, varësisht se e di autoritetin çfarë edhe e prit. Apo, a qohështi në kam njësoj kur të një vladi edhe kur të një bama? Jo, se ai meriton madhnim. Ai më i vjetër meriton madhnim. Për këtë arsye, a rriti njësoj me të ardhë hoxha në shtëpi, edhe me të ardhë për shembull një dostojoti? Jo, ka dalë prit se ka autoritet. Pra, autoriteti e përcakton lëvizjen tonë, ndryshimin tonë raport me ta. Tani, çfarë autoriteti, çfarë madhnimi ka Zoti jon në zemrat tona? Thot Allahu në Kur'an: Ma qadarullah haqa qadri. Njerëzit nuk e dinë çfarë qadri ka Allahu. Sa i madh është Zoti i madh xhel xhelalu. A e dinë të ndëruar xhamatli sa është i madh Allahu subhanahu wa taala. Ramazani, për qëllim ka ndryshimin, e ndryshimi i më i madh që është i sinuar është zemra jote. Zemra jote. Allahu ja kur i ka vulos pa besimtarët mos me besu. Ku ja u kanë vullën? Në vesh? Jo, në si? Jo. Khatamallahu ala qulubihim. Zemrat ja u ka vullos. A u vullos zemra? Fali sa dush me atina. Ti shaj veshin e ka, a disa mirënin. Sinin e ka, a disa mirënin. Apo, inxhinier, ta rregullon 120 kat. Ti thue, Allah i më i madha. Aja do të për këtë punë se di Allah. Apo, ti e shet doktorin milimetër ban operaci. Ti thue, Allahu xhelalu është më i madhi. Allahu akbar, subhanallah. Ai thotë, ja valla, këtë muhabet nuk e di. Këtë muhabet nuk e di. Pse? Se nuk o vullos zyni, as zemra, as veshi, është vullos zemra. E kur të vulloset zemra, nuk nin më njeri. Apo, për këtë arsye të ndëruar xhamatli, Ramazani ka ardhur me ta ndru zemrën. Shikoni pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam, kur bante dua, a thonte o Allah rumi vesht? O Allah rumi sit? Jo. Çka thonte? Allahumma ya muqallibal qulub. O Allah, ti zemrat i ke dorë. Ti zemrat i ke dorë. Apo, të ndëruar xhamatli, që tu ketë kena vesh. Ketë nina, por s'ta keni ardhur me dëgju ligjërat. Apo, ketë kena si, e shohim në tjetrin. Ketë kemi dur, kemi kamë, alhamdulillah pe Zotit madh xhelalu. Ketë që to i kena të përbashkëta. Ketë keni tesha, ketë keni hangër iftar. Ketë, apo, çdo janë përbashkëta, ketë keni shtëpia, ketë keni telefona, apo dikush ka dia 3, ketë keni kerra. Ama, a i kena zemrat njësoj? Jo. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu nuk ju këshir juve as në trupa, as në sireta. Nuk të këshir Allah. Qish janë veshu në hes nuk e këshir Allah. Thotë nuk më intereson ti qish ke shku i vesht ati. Kallëzon me çfarë zemre shkove, me çfarë zemre hinë në xhami, me çfarë zemre e përjetove Kur'anin, me çfarë zemre e përjetove Ramazanin. Kur ti e dëgjon një ajet, me çfarë zemre e përjeton ata? Apo, për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ndroni zemrat e juve, ndryshoni zemrat e juve, krejt gjëra tjera vinë më andej. Andaj tha pejgamberi, ya muqallibal qulub, o ti cili rrotullon, muqallib, nga sa zemra quhet qalb, nga sa rrotullon. Muqallib është ai cili rrotullon zemrat, i ndryshon zemrat. Çka tha pejgamberi? Thabbit qalbi ala dinik. Mama zemrën time, çat pozicion rregullon zemrën time që të nejë në fejën tënde. Pra, kur ndreqet zemra, krejtjera ndreqet, ka thonë pejgamberi sa hadith tjetër. Në trupin e njeriu është një copë. Kur ndreqet ajo copë, ke trupin ndreqet. Cila është ajo? Zemra. Andaj, nëse pas Ramazanit zemra jote hiç ka lëviz, nuk keni nu realisht.
S'ke agjëru realisht. Ndroje zemër, çetër zemër dush me dalë ti. Dush me dalë me zemër më të mirë. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot, as 4 vjet, 5 vjet s'pa të nkalue. Pse har pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pejgamber, mini ar Allahu na çortoi. Në surën Al-Hadid, surja e hekurit. Ajo quhet surja e hekurit, se Allah e ka përmendur ta hekurin. Ama e ka përmendur edhe zemrën. Se ki Kur'an, është i gatshëm me ndrua edhe hekrin, me shkëni edhe hekrin, edhe zemrat e njerëzve. Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum. Allah do të nuk ka ardhur vakti ka ardhur, vakto zemra jote më ndru, vakto mo zemra jote më dashur Allahu, vakto ti mo ke dunja pak më mor pak inati. Apo ai shiko, na gjithë ato vite i bojna, realisht të ndëruar xhamatli. A keni pa njerëzit me përvojë kur e kanë një përvojë, një punë? A e ban më mira më keq? Për shembull, nëse ti je me i kije 2 mjeshtra përpara, duhet me rregullu diçka. Edhe njëri i ka 1 muaj përvojë, tjetri ka 40 përvojë. Cëllin e merr ti? Çiki 40, kish sigurisht edhe më mirë. Apo, të ndëruar xhamatli, krejta përvojat bëhet puna më mirë sa herë, përveç të dunjaja. Çish i dash më kon? Ai që i ka 60 vjet, ai bie me nal gazin pak për dunja. I besë, ky më mirë ka marrësh, që ja e mashtruese. Cili e di më shumë sa dunja e mashtruese? Ai që i ka 15 vjet, ai që i ka 45, cili e di? E pse na e gjina njërin 45 vjet këtë dunja ka ardhur, 50 vjet ka ardhur, 60 vjet i ka bën këtë dunja, 70 vjet Allah s'u thot, a be këtë dunja kur gjon s'konta. Pse se ka marrë përvojën e duhur. Nuk e ka marrë përvojën e duhur. Do jonë pejgamberi alayhis salam. Thot pejgamberi alayhis salam, "Mali wali dunya." A përvojë kjo? Mali wali dunya. Çka më lidh me mua me këtë dunja? Shiko çfarë ka thonë Zot. Shiko, çka më lidh mua me këtë dunja? Të nderuar xhamatli, t'ju bëj një pyetje. Me pasor do një hadith ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte thonë. A be unë pak e kam merak këtë dunja. Çka kishmi thonë? Sa be mirë kështu pejgamberi sa me fol. Inshallah se ka thonë, hiç mos u mërzitli. Pse? Se nuk i përket atij me thonë çështu. E pse na kur i bojna do vjet, Allah thojna veç ata apo? Po i ke babe do vjet më përvoj. A nuk e kuptove se rreme a nuk e kuptove? A mund e para më të ndëruar xhamatli, ti përdit, a keni pa ato shkalojnë bigjoze, ato shkalojnë kumar, ato 30 vjet, a be di që kur sa çellon, edhe një herë. O gjatë do të vesh një herë me bë me rrok këto, e morën e çitën selamet. Kur son ki me çit? Hiç haroj e kur. Allahu xha ka mallku këtë dunjë. Po mirë, po problemi është se përvojat tona nuk po shërbejnë që na, për shembull, ti nëse e ka përcen një udh 4-5 herë. Apo 4-5 herë. Çka thu? Janë i di me gropa. Çtu ka grop, çtu ka pse? Po para mënon me hallën tonë, ti a di sa gropa janë? Ti e di? Hiç pa mrinë, më njëri, nalu se grop ka këtu. Pse? Se përvoja e ban vetën, Të ndëruar xhamatli, a e kemi marrë ne përvojën e mjaftuar nga kjo botë që ta kuptojna se bota e dunjas e rreme? A kena morë ajo? Ramazani ka arme të kallzu. A e morë vesh? Se nuk ka të ujë. Nuk ka të ujë. Allah i për nga kallzon, edhe pa ujë ban, edhe pa buk ban. E ja na pa e kallzon. Çka na gjet të ndëruar xhamatli? Çka na gjet? Wallahi kur ços na ka gjet. Wallahi veç jena forcu më shumë. E lutem Allahun që Allah ta kit rrit imanin në zemrat tona. Po këtë arsye të ndëruar xhamatli, pika e parë që duhesh me ndryshu cila madhnimi i Allahit. Madhnimi i Allahit, a di çu të ndëruar xhamatli? Shiko, na kena shumë punë për me përmirësu. Ama Allah i neve na leton. Po të ka dale. Ndresë që tu këto këtë qera ndresën vetë. Apo, në shpesh e bina shembull. Këtë që to drita shka janë shlu qëtu. Apo, tash me një me drita sa janë, sa i besat pulla më pas shqip, një 50-60. Apo, varsi sa i kollës teri. Ama jo, shka thojnë ana, jo me një pullë që ka trus. Që ashtu e ka ndrejqaj, trak me një pullë. Nja e trus, këtë qytetin ta ndryqon. E Allah dhët, a e di një pullë ku ha, që ta trusës që ata, krejt ndrejqën, cila ha. Por shemë të ndëruar xhamatli. Nëse ti do në shtëpi për shembull me amëlsu shumë sene, apo i ki për shembull 100 copa, 200 copa do më amëlsue. Çisho ma let, apo i shti komplet me një herë mjalt, komplet një herë edhe i nxjerr. Çaj mjalti për me të nxjerr ti me iman është madhnimi i Allahit. Futi komplet problemet e tua, i sinat krejt, edhe nxjerri kur ti shtisht madhnim Allahit, krejt ndreqën për një herë. Andaj ti e sheh njëri se kur e kërkon imanin, çka ban? E i thot, kjo ka një amal me kana. Kjo e mirë ka thonë pejgamberi sa, imani ka ambëlsi, ja shijon njëri ambëlsin. A ka Ramazanit të ndëruar xhamatli ambëlsi? Na shka ninojnë e dim. Apo, njëni shka s'ninon thot, ju a knasnja, që i thuti, ti me di që sho.
Ti që di mëra që që me ninue, s'ka mëra më knatësi me ninue, s'ka me tatina në nazap, ama me tonën që që në knatësi, sepse madhnimi Allah i bën krejt amla, apo, për këtë arsye të ndëruar xhamatli, të ndryshojmë në kahje të madhnimit Allah. Kur ta shtypësh këtë pull, mos vetë sa drita kallën, mos ani kallet edhe drita e veshit, edhe drita synit, edhe drita dorës, nuk prek më dora. E shet, që ti e ka, mundet me morë parën se merë. Pse s'pe merë me burë? S'qa kur kush? Allahu gjele gjelal. Kur të mrish, që ti të funksionosh në raport me jetën tane, ku ti e kije mundësien me edhedh, edhe dhu se marrë me nuk e marrë. Hiq, apo. Edhe kur e dit ti se dikush ta nënshkruan, merreve se e jotja, po ta lejojna me, o ti thu, sa be hak jam, s'pedu. Që kjo imani të ndëruar, që kjo madhnimi Allahu subhanahu wa taala. Andaj pika e parë që duhet ndryshojmë cila madhnimi Zotit. Po nuk patëm madhnim, apo ata që s'ishin pas madhnim, ne kena përmendë atje në ngjarjen e Musait, viçin e kanë adhuruar. I ka njëri ka ardhur, i çmend edhe e ka pasur me Samiri, edhe ka deviju bitë e Israilit. Edhe i ka thënë, "Hadha ilahukum wa ilahu Musa." Ka thënë çki viçi Allah i Musës, edhe ilahi juve. Pse? Sepse s'ka pas madhnim Allahu xhelel xhelalu. Zemra e tyre se ka madhnu Allahu subhanahu wa taala sa duhet. E dyta të ndëruar xhamatli, që duhet ta kuptojmë, cila të ndëruar xhamatli, Allahu shpesh në Kur'an edhe premton edhe kërcënon. Po ne sa tash nuk do ndalemi te premtimi, na duhet pak kërcënimi. Allahu thot, "Wallahu shadidul iqab." Allah e ka dënimin e rënd. Allah na ruaj pi dënimit tina ya rabbal alamin. Të ndëruar xhamatli, a e kena marrë na serioz dënimin e Zotit? Që këtë Ramazan do është me kuptue. Qëllimi këtë Ramazanit ati me morë kërcënimin e Zotit serios. A i morë në kërcënimet e Zotit serios? Jo. Shumë fatkeqësisht për muslimanëve kërcënimet e Zotit nuk i morin serios. E derisa kërcënimet e Allahut na nuk i morim serios. A ka mundësi na me pas realizu qëllimin e Ramazanit? Jo. E çka i bie të ndëruar xhamatli me morë kërcënimin e Allahut serios? Allahu xhela shpesh thot për shembull se kush e bën këtë punë ka me pas dënim xhenemin. Apo shpesh thot Allahu hasbuhum jahannam, bolle ka xhenemin ai. Ka mo djeg në xhenem. Dhuk Allah i shpesh i drejtohet xhenemit, thot shijoje dënimin. Të ndëruar xhamatli, Ibn Jauzi ka qenë dietar i madh i muslimanëve. Edhe ka përmend krahasimin mes kërcënimit hinor edhe kërcënimit njerëzor. Të ndëruar xhamatli, a keni pa njëri për shembull një dënim kur e merr komunikacion? Ha. Me paskon pa lesa i gëzushëm, krejt qerja i shkon. Lebet në dënum, thot. Që dënume? 200 euro. Dënum, thot. Shkon të shpia, mazun shkon. Pse? Lebe, thot, qere. Në dënum. Qa të ka dënu 200 euro, apo? Mirë, nëse e rrit një pak që këtë dënimin komunikacion, apo? E vojna 1000 euro. Nëse pështojnë fmit pa qëtak, alhamdulillah. Pse? Bisikletit dënimit. Apo? Me s'lu flet arrest. Me dhoni janë të klip me të bërgos. A flera hat, thotim një Jauzi, i kam pa unë do njerëzi, veç pse kanë morë kërcënim me vdekje, pi njerit, një javë ditë buk s'ka kërku hiq. Pse? Si i ka thonë dikush, ka me të vra. Njeri ka thonë, ka me të vra. Edhe ky, dhash, a e vrata se vrata ja relative, ama i ka thonë ka me të vra. Një javë s'ka angër buk. Pse? Qysh ka me më vra? Këtu më vra e. Shiko njeri për shimull, veç kur ti thonë, t'ka arbe një letër. T'ka larni, çfarë letra, beve ta kishim par letra. E mirë të ndëruar xhamatli, kërcënimi me gjoba, kërcënimi me dënime, komunikacioni, kërcënimi me fletareste, kërcënimi për kujt diçka. Apo atë dhem, vëllai dhem dhe s'lerahat. Apo jo veç ti, këtë familja bin mazon. Po para më në Allah kur të na kërcënoje, amanat Allahit. A me Allah i dhe kërcnua, sa problem kjo pun? Sepse na nuk e morë në serios të ndërruar xhamatli. A e di qka Allah i kur të thoje që tanë si ta bajsh gjenem shti? A e merë ti serios të ndërruar xhamatli? Gjithmonë në kërcnimet njerëzore ka rrugdalje. I dini sidomos kur e ki njerin. Kur e ki njerin s'ka kur gjama për tije. Apo sidomos do e kanë bërë komunikacionin çka do vozit 200 se ka problema. Pse? Si i ka një 4-5 njerëzi. Apo, po zoti që të 4-5 njerëzve në kanë lënë gjithu. Apo, e tani dunja i gjendet, edhe fletares me pas, edhe Interpol me pas, i gjendet njeri. Qish mi abo të Allahu xhelel xhelalu? A korruptohet Allahu? A korruptohet Gjibraili? A korruptohet Mikaili? A dini të ndëruar xhamatli se Allahu na ka kallëzuar në Kur'an se njerëzit xhenemli, Allahu kur të mos na bof piçatynve, i drejtohen Rabbul Alaminit, o Zot, hek na pi këtu.
Para më këtë ju drejtohen Zotit, i drejtohen Malikut, ai i cili janë rojtari i xhenemit, i drejtohen banorëve të xhenetit. Pse ku të muje, ke bën njëri kur ka zor. Hambe sose, hambe ti mos po mundesh. Këtë ju drejtohen, ama atje ndryshon muhabeti. Ju drejtohen Allahut, Allahu çka ju thot sura Al-Mu'minun, tregon Allahu te bareke ve teala, i drejtohen xhenemlit Allahut. Ha? Çka ju thot Allahu? Ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Ha, shuni çati, edhe mos skaboni me fol. Sa i dhnu Allahu xhama. Çuj, heja mos skabon me fol. Në xhenem, edhe i thot ikhsa'u fiha. Apo, mos folni. I drejtohen xhenetlive. I thonë xhenetlive xhenemlit. Afidu alejna min al-ma au mimma razaqakumullah. I thonë, po Zotin do ujve se flakën adul. A ju japin? Ja, nuk i japin. I drejtohen kujna, rojtari xhenemit. E ka emrin Malik, është rojtari xhenemit. Apo, Allah e ka lënë roje. Megjithatë ata s'kan ku me hik. Ama Allah e ka bosh ashtu, një melek special. Rrin xhenem ruaj këtu. I thirin edhe i thonë, ja Malik. E Zoti si përgjigjet, xhenetlit si than kur gjao, i thonë Malikut, ja Malik. Ha, li yaqdi alejna rabbuk. Lutë be Allahin tan shpirtin taj more. Hiç po dona me ne. Net na vdes e ke. S'po dona me ne, as situatë. Apo, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, mas 80.000 vjetëve ju përgjigjet Maliku. Mas 80.000 vjetëve, edhe i thot, innakum ju kini me ne që ati për gjithmonë. Mas 80.000 vjetëve gjevab, s'ka njeri të ndëruar xhamatli. Andaj Ramazani o dash që ti me ta ngrit kërcënimin kuranor, nivel serioz. Sikur që s'flakur e shani gjob, sikur që s'flakur e shani kërcënim dunjajës, sikur që s'flakur vendi shkani dënim, apo këtë familja s'flen, pse? E ka ndënue. A s'flejna na, sikur që ka thonë Said ibn Gjubejri, ka thonë pasha Zotin, a disa herë mdel gjumi natën, nana më thot, shka ki more? A shka ka ndodhë? Thot, jeve më kujtu një ajet në Kur'an, ku Allah i kërcënon njerëzit, thash mos jam pitëne. Në gjumi ka thonë, dhe i se ka thonë nana Said ibn Gjubejrit, e ka pas nanën të devotshme, ka thonë pasha Zotin, me e pa gjallin tem, qish lutët, me e falë Allah i mës me ishti në gjenem, me i pas vra kitë katunin ja këshim bo halal. Me e pas pa gjallin tem, qish lutët natën, te e lutë Allah, o Allah më së mdëno, o Zot më së mdëno, me e pas vra kitë katunin, edhe me e pa qish po lutët, kishë thonë kitë halal dhe kije. Halal me qëtë këtë katë me, halal dhe kije. Për këta syje të ndëruar xhamatli, kërcënimet kuranore mos i merrni të lehta. Ku thoja Allahu xhelala falu se të keq të bie ta di se të bie keq. Mos mendo se e korrupton Zotin e Madh te bar. S'korruptohet universi. A më nuk korrupton mjekullën. Mi thon sot shivesh te unë ku shijes mos i gjuj. Ha? E se ne korrupton? A mund të më korruptu? A mund të korrupton lumturinë? A mund të korrupton qetësinë? A mund të korrupton? S'e ne korrupton ndër. Jo, ti s'e ne korrupton mushkëninë tënde. Mëna jena e ki, kur doj Allah i ta prish, Allah i sharof të muslimanëve dhe muslimanëve. A zemën ta nësë në korrupton. Për këta syje të ndëruar xhamatli, ne duhet kërcënimet e Zotit i marrim shumë serioz. Kur thoje Zoti, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama, ata shka i hajnë parët e jetimave, ata janë të hangër zarm, ta di se zarma. Ai thot, lejo gjë se unë e qitan të rezi, vallahi s'ke qitë kur gjë të rezi. Vallahi kur thoje Allahu xhelalu ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. O ju besimtar, lënë kamatën vën, leje, kur thonë nale. Si ti je besimtar, nale. Pastaj nëse do të dikush, e nëse se nali, Allah i kallzon. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbin min Allahi wa rasulih. E nëse se lini, ta dini se me Allahin keni dalë luftë. Ka thënë Abdullah ibn Abbasi, kur dale kamatari ditën e kiametit, Allah ja gjun një shpat. Maja. Ja, Allah ja gjun një shpat. Edhe thot, hajde bujrum. Aja del? Me Rabbul Alamin, aja del? Së një del të ndërruar xhamatli. Për këtë arsye, kërcënimet e Zotit mos i marr hajgare, marri serios. Se ato kushtojnë. Kur thoi Allahu xhele xhelaluhu, mos e zinoja ta shkatron jetën. Ta di se janë serios kjo punë, nuk ka hajgare. A ka njëri zinaçar që ka mujt me ftyrën me zbardhë? A ka zinaçari i cili ka mujt, pastaj me kanë njëti njëri, jo s'ka mundsi. Për shkak derisa të pendohet Allahu dhe të pastrohet. Për këtë arsye mësimi i dytë ndëruar xhamatli, kërcënimet kuranore merrni serioz. Çi kjo është Ramazani? Çka i bie? Ti pse s'ke hangër ditën? Apo thot s'lejohet. Po kush shkruan që s'lejohet? Veç Kur'an apo? Atë ka dhënë me letër ti me thon si ta pish ujin mas sifirit,
kena me dënu 300 euro. Jo, s'e dënon kërkush. Apo 6 miliard njerëz ninojnë. Kur gjo si gjeni? Ama në akhirat ndro muhabeti. Për këtë arsye ti marrim kërcënimet e Zotit serioz. Dhe e treta, brendësimet që duhet të kishin nxjerr për Ramazan. Këtë të ndëruar xhamatli kena mundësi me u fol gat edhe xhan, mirë po, për shkak të kohës. E treta që është shumë e rëndësishme të ndëruar xhamatli. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu nuk ja bashkon robit dy brenga. I thënë gjuna robe shqetësimi brendshëm. Nëse e shqetëson dunja, e rahaton ahiret. Nëse e rahaton dunja, e shqetëson ahiret. E Ramazani ka ardhur për çiket regulatorin, çiket miksetën, ku e kije për ahiret edhe për dunja, ka ardhur regulatori me të bë bir i ahiretit edhe me u zvogëlue birllëkin për dunjajës. Të ndëruar xhamatli, a e keni pa njerëzit për shembull, çka janë të bë me telefona? I shifni apo bitcoinat, 1 2 e këshir. S'heci hiç, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 1 muaj, apo veç e përcjell, pse a e ke pa kur i thot dikush, a s'kishti pram që tua? Po në ki u pshoma vëlla, zemra i dhem, pse pas ka ik 1.000 euro, a keni pa tregtar, një mështeri, thot çish be kilan me ik, o ma marr sa i fiton aty. E shikoni njerëzit për dunja, apo për pak të sunezuna, dashta me e ble, me fitue. Të ndëruar xhamatli, neve na dhem shumë zemra kur sfitojna këtë dunja. Wallahi për 100 euro na e çujnë ato djorgovantat, dhe bëni djorgovantat, ato që i lëvizin lumejt. Jo njerëzit, lumejt i lëvizin. Kodrën për gjim sta çon ajo. A keni pa kodra çish, veç që ata atje kanë pa tunel. A di ma çel ajo me djorgovanta çel. E të ndëruar xhamatli, çato djorgovantat që po i ndryshojnë njerëzit. A e dini se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dhënë hadith, 2 recitatet e sabahit janë më të mira se çka ka dunjaja, se dunjaja se çka ka. Cilit pineve i ka dhinë zemra dë njerë pëse i ka nikë 2 recitate sabajt. Po për farzin e Allahu Gjelle Gjelalu. Po këtë asyje të ndëruar xhamatli, nalja pak zanin dunjajës aty të zemra jote. Nalja pak, nalja. Se kur t'ja shlesh ti shumë zanin dunjajës, se ninë më zanin ligjeratën e ahiretit. Allah i thot falu, jep zeqat, agjëro, ban haq, lej haramët, drejtoj akhlakin, mbaje familjen, ti se ninë. Me fol tash dikush për juve, am ninë muhe? Jo. O unë jam du folë për me mëngue. Me bo me volë dhe 4-5 veta, a njani me volë gjithat përdhere e banë. Me volë dhe 4-5 veta, shmirë tash kur gjo. Apo, Allah u gjashfarë që për nga thot me Ramazan. Nalja pak zanin dunjojës, nalja. Që kjo që si tu pi uj ditën, ashtë nalja zanin pak, nalja. Nalja me ngoj Allah i njerë, nalja. Andaj, pa isu pi mrena me atë aparatin i cili, kur thoje e hup që ta, e hup shpërblimin me dhind me pas, dhind. Të ndëruar xhamatli, a e dini ju se sahabët e kanë shku njerit ngushëllime kurse kanë pa namaz i qinijës? Kanë shku e kanë ngushëllu, ka thonë mos u mërzit vëlla, se të hupi sa namaz i qinijës. Inshallah Allah të ndihmon për mëna tona. Ngushëllime. Të ndëruar xhamatli, mi shku na dikujt sot, por çemu se kena pa njaci, edhe me mumblet me xhamat, vëlla mos u mërzit të hupi jacia. Ai mbardoft na çon neve. Vallahi mbardoft na çon. Do ta budall vjen ja. Po shaka lidhë me ka hupi jacia. Apo, ama por që mi pas to njani pi juve, abe që gjenë shkum me pak sahat pun, ka 100.000 euro i fitu. Apo, para me do, na shpesh e kena përmen të ndëruar xhamatli. Fjala për nga nësam, 2 recat janë matë mira se dunjaj që akon ta. Konvertoj me tjergovanta. Me shpërnda hoxha, ka një tjergovant për çdo namaz. A e lini me i kita me nena? Kur se lini me i? Hoxha, lema mu i mamlëkin. Unë e izdal për gjamije, pse? Po na veç një probleme kena, veç së më konvertojna me bindjet ahiretit. Wallahi, o pak me na pagujt me qëto letra. Allah i pagun shumë. Të ndëruar xhamatli, veç ta kuptoni se Allah i pagun shumë. Allah i kure furnizon njeri me evlad, Allah i furnizon këtë musliman dhe i shtoft musliman. A ka kudret njeri me i kriju dikujt njeri? Evlad, njeri komplet njeri të ban, evlad, gjalli jot, vajza jote. Kush e ka këtë kudret me të dhonë? A ka dikun pazar shitët? Evlad, e rrit? S'ka. Shitët kërë po, aeroplan po, tren po. Ama shitët evlad? Me të bot ti kopje tane, ftyrën tane, da martë të tua, apo? A keni pa këtë thonë, këtë papës veti pa ka. E kush e bani mi ka papës veti? Kush e bani mi nxahe evlad i babës? Edhe me nxaj njërit Rabbul Alemini. Po këtë asyje të ndëruar xhamatli, Ramazani ka për qëllim që pajisja, makina ahiretit me mukon shumë funksionalet e na. A funksionon të na makina ahiretit?
Jo, shikoni vëzër shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, një ditë për ditë pejgamberi sallallahu ka qenë luftën e Bedrit. Edhe një sahabi e dëgjon pejgamberin sallallahu prej larg. Edhe pejgamberi sallallahu thotë, "Çitua xheneti i Allahut." Pra te ajo mejdani i luftës. Një sahabi ka pas do hurma. Këtë keni ngiu këtë hadith, po neve na duhet një pjesë këtij hadithi. Edhe ky kur e ka dëgju ka thënë, "E janë në xhenet", ka thonë pejgamberi sallallahu. Ki ka kshir të hurmat, ka thonë, "Ti haç të hurmat e ti. Ti në xhenetin Allahu xhelel xhelalu." Edhe ka kshir të hurmat, ka thonë, "O, shumë gat, a e keni pa të ndërroshme kur ki dikun me shku me qef?" Apo, edhe nona thot, "Veç haje që ta, o, leheve se s'kam vak, se janë të mbrit, apo. Por qemull, a du të me prit e fejumja, o, mo, zemra, del pi venit, apo. E ma me prit dashnoria, oj, na, rribe rahacish të shune, ku kam vak me hangër. Shiko, a pe kuptoni, a sa e me kuptu? Kisa abia ka thonë, o, dërsa ti hak të hurma, valloj be gat. I ka gjujt hurmat, ka hinë në front me pejgamberin selam, deri sa i ka fitu xhenetin. Qështu ka funksionu pajisja e brendshme e sahabeve. Para hiret, si ta kishni, ka fitim, nga rej, miljar kanë vrapue. Ka thonë pejgamberi sa për luftën e Tebukit, kush shumë një mund që këtë luft, ta fitoj e xhenetin. Ka ardhë Othman ibn Affani, të ndëruar xhamatli. Ka ardhë Othman ibn Affani, 960 deve ka thonë pejgamberit alayhis salam. Mësani u ka duk pak, ka thonë 960 deve. A dini sa një deve? Me e lira 5.000 euro. Ma e lira 5.000 euro. Ma e shtrejta 100.000 euro, 150.000 euro. Varsisht prej standardit që e ka devja. 960 deve, ka thonë a dishka, ti bajnë 1.000. Ka shku edhe 40 kuaj, ka ble dhe ka pru pejgamberit alayhis salam. Pak ju ka du ka pet. Ka shku i ka mledh do dinar të shpia, ari. Edhe ka mështin kese dhe ka gjujtë në prejnë pejgamberit alayhis salam. Ka thonë që të thoja kam ja Rasulullah. I ka thonë pejgamberit salam, fitimi madh, o Othman. Fitimi madh. Edhe ka thonë atë fjallën e njofshme pejgamberit salam për Othmanin, ma dharra Uthmana, ma faale ba'da al-yawm. Kur Othmanit mos i ban zarar shka ban masodit. 960 deve, 960 deve, komplet një fabrik kerave me të dhonë, që cilësat, që firmën, këtë komplet, meri, për hirtë Allahu xhelel xhelalu. Të ndëruar xhamatli, duhet mu mësu muslimani me ba tregti me Zotin e vetë, me ba tregti, unë e jap qëta o Zot, falma ti mu qëta, unë e baj qëta, hek ma qëke gjuna, liron për zjarëmi, që kjo në Ramazani, për ndryshe, veç mes me hangër, edhe veç mes me pi, edhe mes me i ba ato pjesës e të brigjë Ramazanin, nuk është qëllimi Ramazanit, të ndërruar xhamatli. Ramazani ka për qëllim që zemrat tona me pas pulsin me ahiret. Çdo të rrahme me pas, me e bëjë sapin të shpërblimi Allahu subhanahu wa taala. E lutim Zotin e Madh në këtë ditë të fundit të Ramazanit, në këtë net të mdhoja të Ramazanit. E lutim Zotin e Madh me kret emrat e cilësitë e tij të larta. Allahu gjunat tona afë dhe maghfirat i ban ya rabbal alamin. Allahu me rahmetin e vet na shpëton në ahiret. E lutim Allahun xhelal që agjërimet tona, kontributet tona, leximet e tona, sejdët e tona, rukut e tona, Allahu t'i pranon për neve, ya rabbal alamin. E lutim Allahun te bareke ve teala që Zoti musliman kudo që janë në përbot Allahu t'i ndihmon. Ata që kanë zahmet, e ata që kanë siklet, Zoti t'i mbron, Zoti t'i përkrah. E zullumqart, e kriminalët, të cilët bëjnë shkatrime në tokë, edhe e prishin rrenin në tokë, Allahu agjendat e tyre në bord tyre t'ia uçon ya rabbal alamin. E lutim Allahun te bareke ve teala që Allahu t'i pranon të gjitha veprat e mira për neve, edhe të na liron qafat tona për zjarmit, na takon me Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam në xhenet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.